Si kip, unë menoj që mas pakti kanë rëndësi emrat në listën e lëvizjeve vendosje. Shumica e votuesve të lëvizjeve vendosje janë të lidhur me emrin e liderit. Apo siç quajnë profetin. Por tash është interesant se edhe hoxha dhe profeti me një listë është pak interesant, po sinqerisht pa shako po e them, te lista e vetvendosjes është një miksim i çuditshëm. Domethënë gjen ateista, gjen hoxhallar. Kush ateist në... Nuk dua tash të marr të drejtën të flas për religionin e dikujt. Unë po flas për listën. Gjen enverista dhe gjen rrugovista. Gjen liberal, gjen konservator, gjen feminista, gjen antifeminista apo konservator ekstrem. Këtë miksim, po një parti e cila kretë jetën e vetë, historinë e vetë e ka lidhë me ideologjinë, me një të majtë, me idenë e një majtës organizuar për ballë të djathës në Kosovë, ta bie punën të një miksim i tillë, mendoj që është shumë problematike.